Ne patëm një takim të grupit parlamentar të LDK-s, ku morën pjesë 15 deputet të LDK-s. Qëndrimi i përbashkët, mendimi i përbashkët është që zgjedhjet janë të evitueshme, të shmangshme, të panevojshme në këtë fazë të Republikës sonë. LDK-ja, siç kemi shprehur dhe më parë, jemi të gatshëm që të kontribuojmë në drejtim të zgjedhjes së presidentit në dy drejtime. E para është një konsensus i gjerë politik, pra një kandidat që vije si pajtueshmëri nga gjitha partitë politike, dhe e dyta është një marrëveshje politike klasike në mes të dy partive, në këtë rast Pushtetit dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Natyrisht, më lejoni të cek dhe këtu që Pushteti ka 66 ulse në kuvend, pra ka 66 deputet, ka 66 vota, dhe në asnjë format kjo gjë nuk bëhet pa ta. Nëse ka dikush në të një pyetje. Sot, çka saktë është punë takimi mes Abdigjikut edhe Kurtit, edhe e përmendet sot marrëveshjen politike, dje ka përjashtuar marrëveshjen politike Abdigjiku pas takimit, a mundem na tregu çka saktë nënkupton për Lidhjen Demokratike të Kosovës një marrëveshje politike? Pra marrëveshje politike për dallim nga konsensusi i gjerë, nëse ke konsensus të gjerë, të gjitha partitë politike parlamentare pajtohen fillimisht në parime, se mbi cilat duhet të ndërtohet presidenca e ardhshme, pastaj kriteret mbi cilat diskutohen emrat e veçantë, dhe në fund diskutohet emrat e veçantë dhe pajtohen gjitha partitë politike në një emër të veçantë. Për dallim nga kjo, marrëveshja politike në mes dy partive politike përcjell të njëjtin procedurë, por vetëm në këtë rast në mes të dy partive politike, pra në këtë rast LDK-s dhe BB-s. A keni arrit marrëveshje politike, zoti Mustafa? Nuk ka, thash edhe një herë, partia në pushtet ka 66 ulse në kuvend, pa ta nuk bëhet kjo punë, prandaj ata nuk kanë, deri më tani nuk ka asnjë propozim për asnjë emër konkret. Blau Konjukta është përmendur në takimin e sotëm? Kemi dëgjuar, e kam parë dhe unë në medje, por po flas zyrtarisht, nuk ka një propozim, propozim konsiderohet kur ke 31 shkrime në kuvendin e Kosovës, deri tash nuk kemi asnjë propozim zyrtar, formal, për asnjë emër. Marrëveshje politike, zoti Mustafa, a keni arrit marrëveshje politike, a u diskutu specifikat e saj në takimin e sotëm, edhe zoti Abdigjiku në rast të një marrëveshje politike a ka mbështetjen e gjithë deputetëve, ose qoftë a janë gjithë deputetët e LDK-s pro ta zëmë edhe kandidaturës së zonjës Osmane? Nuk mund të diskutoj kandidatura individuale, sepse thash deri tash nuk kemi asnjë kandidaturë zyrtare që ka së paku 31 shkrime, prandaj më lejoni që të mos komentoj diçka që nuk ka ndodhur. Sa i përket grupit parlamentar të LDK-s, vlen cekët që është unik, është i bashkuar, ka një qëndrim të përbashkët, dhe ashtu siç vendosim bashkarisht, ashtu do veprojmë bashkarisht që të 15-it, ndërsa sa i përket marrëveshjes politike, deri në këto momente nuk kemi një marrëveshje politike, sepse në të kundërtën do të kishim lëvizje tutje. Besiana, mund të shpjegoj, a do të qëndrojmë në sallë nëse nuk ka marrëveshje gjatë votimit të presidentit, nëse ka propozim nga vetë? Thash edhe një herë, pra e vetmja mënyrë si ecën tutje ky proces është nëse ke konsensus të gjitha partive politike ose një marrëveshje politike në mes të dy partive. Deri sot nuk kemi një gjë të tillë. Edhe një herë më fal, lutem. Jo, nuk ka të bëjë kjo me asnjë komunë. Po thash, një marrëveshje politike në mes të dy partive, fillimisht do diskutonin parimet se si do dukej presidenti i ardhshëm, pastaj do të flasim për kriteret specifike që duhet plotësonte një kandidat specifik. Pastaj, bazuar në këto kritere të pajtuara në mes të dy palëve, nëse po flasim për marrëveshje politike, do të flisnim për emrat të veçantë, do të përfundonim me një emër të veçantë të përbashkët në mes dy partive. Çka ju ka tregu Abdigjiku, çka ka folur sot saktësisht me Kurtin në takim? Çka është folur sot? Këto që i thashun tash. Marrëveshje politike është diskutuar sot, edhe apritet nëse s'ka deri tash apritet në pas takime të tjera para përfundimit të afatit, edhe normalisht pyetjen e kolegut cilat janë kushtet çështjes çka specifikisht ose cili kish me qenë kandidati i LDK-s në këtë pikë që ish pajtu me lëvizjen vendosje të e pas parasysh që tash po flitet që ka dalë edhe Blau Konjukca. A i kishit votu Blau Konjukcën ju personalisht? Nuk mund të përgjigjem përderisa nuk kemi një kandidaturë zyrtare, pra po pyetje shumë hipotetike që ne kam pamundur të përgjigjem përderisa nuk kemi një veprim të tillë. Për sa i përket parimeve dhe kritereve, ti fillimisht do të pajtohesh me dy palët në këtë rast nëse flasim për marrëveshje politike, që po pajtohemi që së bashku ta zgjedhim presidentin, pastaj pajtohesh për parimet, kriteret dhe për emrin e veçantë. Asnjë nga këto hapa nuk ka ndodhur, prandaj e kam pamundur ti komentoj. Edhe një herë më fal, lutem.
Hapat që ka ndërmarrë partia në pushtet deri tani, ku ka themeluar qeverinë, ka miratuar marrëveshjet ndërkombëtare, ka miratuar dhe buxhetin, nën kuptoj në vetë që kjo nuk është në tavolinë. Çka ka dallu takimi djeshëm me të sotshëm, të di që dje nuk ka pasur kur gjë të re. E kam tash pamundur të diskutoj detajet e sakta nga ato dy takime, sepse as nuk kam qenë aty, janë dy takime mes dy liderëve politik, por mund diskutoj për atë takimin që patëm pak më herët me 15 deputetët e LDK-s. Se po hezitoni me jap qendrim për Vjosa Osmanin. Nuk është problem hezitimi, është problem që kur nuk ke kandidaturë, thash edhe një herë, kandidaturat në këtë rast duhet minimalisht 30 nënshkrime. Ta përfundoj. 30 nënshkrime. LDK-ja ka vetëm 15 deputet. Pra e vetme LDK-ja nuk mund të formoj 30 nënshkrime për të propozuar një kandidaturë. Në këtë rast partia në pushtet ka 66 numra, teknikisht mund t'i propozoj 2 emra. Ata deri sot nuk kanë propozuar asnjë emër. A është caktuar një takim tjetër? Edhe njëherë po them, nuk mund përgjigjem për gjëra hipotetike kur lëvizja vetë vendos se nuk ka marrë, nëse po flisnim për zotin Konjuca, nuk ka marrë një veprim të tillë, pra deri tani nuk kemi kandidatura zyrtare të paraqitura në kuvendin e Kosovës partive politike. Si rrjedhoi apo shkon vendin e zgjedhja, jeni të gatshëm dhe a do të qëndroni në sallë nëse tentohet që pa marrëveshje të votohet një president? Unë thash edhe më parë, tash partitë politike duhet vazhdimisht të jenë të gatshme për zgjedhje, është pjesë e natyrës së punës së partive politike, por është qëndrimi i grupit parlamentar të LDK-s që në këto rrethana zgjedhjet janë të panevojshme, janë të shmangshme dhe nuk i duhen Republikës Kosovës, prandaj edhe LDK-ja është e gatshme që të ofrojë kontributin tonë në këtë drejtim për zgjedhur një president, qoftë me konsensus të gjerë të gjithë spektrit politik, qoftë në mes të marrëveshje politike në mes të dy partive. A ka takim tjetër që mu parafron qëndrimet potencialisht? A ju kanë ftuar qoftë edhe për sot mas ditë ose për nesër? E kanë pamundur të përgjigjen çfarë do ndodh në të ardhmen, mund të ketë takime të ardhmen në këto ditë. Kemi pra afat deri më 5 mars në orën 12 të natës, pra që të zgjedhim presidentin. Jemi të hapur për takimet e radhës, nuk besoj që ne do të refuzojmë ndonjë takim nëse ftohet, por natyrisht me shpresën që do të kemi një zgjidhje drejt zgjedhjes së presidentit të ri. A keni me i dërgu nga takimi i sot me grupin parlamentar ndonjë përgjigje ose diçka kurtit që ka mbetur se saktësisht është mbledh sot? Mbledhëm sepse grupi parlamentar janë deputetët ata që votojnë në kuvend. Pra po afron 5 marsi dhe deshëm që të kishim një diskutim në mes të 15 deputetëve të LDK-s dhe të kishim një qëndrim të përbashkët cilin me sa po e kuptohet. Jo një përgjigje për kurtin. Refuzues ndaj ndonjë kandidati partia. Në parim, ne po kërkojmë, thash edhe një herë, ose një kandidat konsensual në mes të gjitha partive politike, pra që do të më kuptonte një kandidat jo partijak, ose si që shprehut vetë zoti Kurti, pa librez partijake, ose një kandidat si rezultati një marrëveshje politike në mes të partisë në pushtet ose koalicionit në pushtet dhe LDK-s. Zoti Mustafa, në këtë marrëveshje, a ne kupton që duhet vi kandidati nga LDK-ja, apo bëhet fjalë për çka tjetër, sepse nëse jo në qeveri, cili është përfitimi i LDK-s në një marrëveshje të tillë? Po thash edhe një herë, e kanë pamundur tash të flas për emrat përveçëm. Fillimisht dy partitë politike do të pajtoheshin që do ta zgjedhin së bashku presidentin, pa e përsëritur veten, do të pajtoheshin mbi parimet, kriteret dhe në fund për emrin e përveçëm. Pra duhet të jetë një emër që pajtohen dy partitë politike së bashku, jo njëra tim për në emrin tjetrit. Faleminderit gjithëve, miropafshim në takimin e radhës.